Ja kur I kthyem në këtë pjesë të dytë të Fan Club Live, ku do të flasim për një nga personazhet më të komentuar dhe më kontrovers, po flas pikërisht për Laert Vasilin, për të cilin një pjesë e madhe e publikut ka vërtet kishte kuriozitet të shikonte cila do ishte sjellja e tij qasja brenda asaj shtëpisë. Do të flasim dhe për gjitha deklaratat rreth tij që janë bërë shumë virale në rrjet, madje edhe një puthje që ka bërë brenda shtëpisë në një rol, në një inskenim, ka nxit shumë komente brenda dhe jashtë lojës. I është bashkuar studios për herë të dytë për të komentuar rreth kësaj situate Gert Ferra. Përshëndetje, mirë se erdhe për herë të dytë. Ilnisa vazhdon të qëndroj me ne. Po tani dy herë u pam, kështu që kemi konfidencat. Po si zemër, si të kam zemër dy e zeza. Atëherë, Laert Vasili. Ilnisa, po e filloj me ty, me qenë se është një mik I joti, është një miqësi shumë e gjatë, flasim për 10 vite, ku ti e ke mbështetur, I ke dërguar dhe një mesazh brenda shtëpisë, por në një rrëfim, në një intervistë, ke thënë që nuk jam e lumtur me çfarë kam parë te Laerti. Ti çfarë prisje? E di pse nuk jam e lumtur, sepse nëse ka një model inteligjence në atë shtëpi, e them me bindje të plotë është vetëm Laert Vasili. Nëse ka një njeri që është I kontrolluar në atë shtëpi dhe po ballafaqohet, do kalojmë te Aldo. Po ballafaqohet me veten e vet, është Laert Vasili. Por nëse ka një njeri që pritshmërinë time, si të thuash, nuk është se e llastoj, është prap Laert Vasili, sepse unë pres çuditëra. Dhe çudirat dal nga dal janë duke u shfaqur. E fillojmë me puthjet dhe do të përfundojmë tek kamzhikimi. Çfarë mendon ti për gjithë të sulmet që I kanë bërë pas puthjes, këto reagimet që e kanë sulmuar duke ngritur dyshime rreth seksualitetit të tij? Si I ke parë ti? Po, unë me kënaqësi shikoj këtë gjëra, sepse duke ditur se si një artist nuk mbi vendoset si sa të tjerë mbi vendosen për të qenë ata që nuk janë, Laerti nuk I bën përshtypje fare. I buron, ajo është vërtet I buron. Sa të tjerë kujt I referohesh? Po ka shenjtor boll shtëpia atje. Sa pseudo. Për Rozanën, për kë po? Po masa. Ja, kjo për shembull është një gjë që duhet trajtuar. Dhe kjo është një gjë që Laert Vasilin Ti mbahesh gocë guzimshme që I thua atë që mendon. Unë e them atë që mendoj dhe po e them nëse ky djalë do të vazhdoj mos shohi se kush e rrethon, ai do ta humbi lojën. Patjetër. Pra, Rozana do ta bëj Laertin të humbi Big Brotherin. Nuk besoj se Rozana do ta bëj Laertin të humbi Big Brotherin, po Laerti është artist, artistët e kanë shumë të lartë ndjeshmërinë dhe sentimentin dhe sinqeritetin. Ne e pam edhe dje, apo jo Gert? Në ka gjë që ne të dy mund të shkojmë. Po, të dëgjojmë edhe mendimin e Gertit. Sepse kur dëgjova emrin tënd që do ishe këtu, thash bo. Gerti di çfarë ke për të thënë. Gerti është më që tha Ilnisa. Unë jam atë që mendoj. Je me të vërtetën pra. Ka një njeri që me Laertin nuk ka vajtur mirë pjesën e dytë të qëndrimit tim shtëpia mund. Dhe për shumë gjëra nuk do ndryshoj dhe s'kam marrë kulmen, nuk do ndryshoj mendimin tim. Por të dëgjoj më fal, të dëgjoj që Laerti është, shqyqoj erdhi këtë Big Brother po lahet. Jo, pastaj, ke të drejtë pastaj, po, ke të drejtë. Ishte një gjë që më turploi dhe mua. Kjo ishte e tmeshme. Në ka një gjë që Laerti, unë kam... Deklarata ato të thëna nga Gerta. Unë kam kryqin tim me Laertin. Po të dëgjoj që të thonë Laerti, erdhi Big Brother të lahet, pra një ka gjërat që ai bie në sy, ku do që shkon, është vetë prezenca. 100 të këshia. Pa, këtë se ka. Vetë, tradhtia e Rozanës kundrejt. Po, këto janë biseda të një niveli shumë Rozanës. Shonë Rozana, jo. Më fal, çfarë quan tradhtiti Gerti? Çfarë është tradhti sipas teje? Sa aty është lojë, ë? Të kam mbrojtur 2 herë, tha. Nga Gert Ferra, një gjë që dëgjova, po flas me veten, pa kthej te Gerti. Dhe them me veten, ti ky Laerti kishte nevojë të mbrohesh nga Rozana për mua? Çfarë bëri Rozana? Për këtë Laertin që na e paska bërë këtë Laertin dhe na e paska ngritur pjedestal. Përveç se ka dëmtuar, sipas asaj që mendojmë. Dhe në kohën kur isha brenda. Po, por kjo mund të jetë loja e Rozanës që ti bëj lavazh trurit secilit banor aty brenda. Dhe Rozana tani do ta quajmë Shën Rozana apo lavazhiere Rozana këtë vajzën? Për manipulatore
Rozana shquhet. Një punë do ta bësh aty, se në çdo vend. Po pra, Ola Vazhi në shenjtorën. Si ta ndajmë tani? Edi është moderator, unë jam opinioniste. Më kupton dhe publiku është. Jo, ishte kjo në konfidencë me ty. Po, prandaj po them, çdo njeri e ka një hall. Unë dje pash Laertin të pambrojtur. Po e rëndësishme është. Dhe me erdhi shumë keq për Laert që njoh unë. Më vjen keq, ta them sinqeritet Gert. Se di ta shohësh Laertin pambrojtur e mbron Valbona atë. Ta ta mbroj bona Laertin, për mua është kulmi. Unë jam zë me Laertin e bërë cop. Do bëjmë cop prap. Cop do bëjmë Laertin. Por kur shoh që i merr atributet Rozana dhe them, po ti po e merr në qafë këtë njeri. E ke marrë në qafë këtë njeri. Gerti, do doja të pyesja se po më tingëllon e çuditshme sepse neve pam që në pramin e të martës ti ishte i pari që ngrinte akuza kundrejt Laertit, tani po të shohim në një qasje mbrojtëse kundrejt tij. Kush është mbrojtje? Kjo është një gjë që ka momenti të themi gjërat vërteta. Pra më ka një gjë që unë s'kam për të pasur kur problem. Dhe do ta them më të që mendoj. E di pse po ndodhi deri diku. Pastaj hajde të flasim sa doni. Gerti ka diçka, seriozisht, ka diçka të vërtetë, sepse un kam aq vite sa njoh Laertin, kam edhe Gerti. Dhe këta të dy kurrë nuk kanë shkuar njëri me tjetrin. S'është një gjë e re. Por asnjëherë nuk ja kanë mohuar njëri tjetrit. Atributet që ka ai Laerti, çfarë them? Aq, kështu që sot i Gerti po m'pëlqen. Qafsh mua. Azeza. Në mënyrën se si. Ke qenë tavolinën ti Nisa në debatin mes Gertit dhe Çaça se nuk të dëgjova. Në ato të mërzit. Është shikon Elvana Gjatës. Ka në tavolinën në debatin mes Gertit dhe Laertit. Fol, Elisa, fol. Më bërshërrin e famshëm. Unë organizova. Ti ishe mastermind. Ja, urdhërove. Pra, ai manipulimi që bëri Laerti. Që bëri Laerti tha, më rau Gerti, ura me Gertin. Jo. Se më tha, më foli, u foli. Po të dëgjojmë pak edhe Nisë. Ai tha, se kjo është temë serioze, unë po mundohem ta kalojmë duke qeshur se orar dreket. Dhe ura me Gertin s'u folja greqisht, ai nuk e duron dot greqisht. Këtu thash, po jo më ti rrahe atë, ai tha ti më rrahe mua. Ti me Rozanës. Ti bie viktimë Rozanës, i thash, oj dash. Është strategji Laertit. Është strategji. Gerti, ty pse të bëri kaq përshtypje puthja e Laert Vasilit në Big Brother? Ai është një skenim, ty nuk të ka qelluar ndonjëherë një rol i tillë? Pasioni i Laertit ishte shumë i rrallë, ishte një gjë që më si po e priste. Dhe mua kjo më ngazlloi. Kështu që ti nuk mendon se ishte një puthje skenike? Po më patjetër. Po ti Nisa si e mendon se dhe ti ke studiuar në Akademinë e Arteve? Unë e thash, ajo ishte totalisht show. Patjetër show. Pra Gerti edhe ti. Po unë s'isha veshur si grua. Patjetër show. Edhe ti ke bërë. Unë s'isha veshur si grua për shkak. Okej, edhe ti ka rënë ndonjë trimëri apo sepse Rozana më ka prish, nuk kam qenë unë. Kisha unë, isha lider me prish një provën e